Pra më ndodhi me një vajzë e cila më kontaktoi para disa kohësh dhe shkëmbeva disa herë biseda me të, ku ajo pretendonte që pra ajo e veçuante veten besimtare, por si të thuash, e kishte këtë lloj bindje ose mendimi nisur nga origjina e saj. Pra ajo kishte lindur në një familje, në një qytet caktuar, ku shumica ishin krishterë, flas si tradit, si trashëgimi fetare, dhe ajo quante veten të krishtere, si të thuash, plotësisht 24 karat. Por puna është që gjatë bisedës me të, fatkeqësisht vura re që mendimet e saj, fjalët e saj nuk ishin të krishtera, domethënë. Pse? Sepse së pari është faqe krenari. Pra e quante veten që un jam, si thua, sepse kam lindur atje, familja kështu, kam jetuar aty, andej këndej, shkoj në kish, dhe un, pra duke sikur gati vetëm ajo ishte krishtere ose ishte një krishtere mes krishtereve, po që dallonte dhe ishte më e lartë se ata. E para dhe pa dashur që ta gjykoj, po gjatë bisedës vura re që ajo jetonte dhe në një marrëdhënie jashtëmartësore, domethënë. Pra kishte një lidhje paramartësore, siç mund të quajmë. Dhe do doja të ndaja këtu jo më tepër për vajzën që Zoti ta bekoi dhe jam lutur për të, sepse njeriu, siç e tham, në paditurinë e tij jeton në errësirë. Pra duhet ta themi këtë gjë, nuk ka fare vlerë sa herë veten kish. Unë njoh personalisht besimtarë që kanë lindur në familje të krishtere, kanë lindur në familje pastorësh, dhe në kish që foshnje tashmë janë 50 vjeç dhe nuk janë të rilindur, nuk janë të krishterë. Pra ata i din traditat, ecin do në kuptojnë çfarë është kisha, çfarë është Zoti, çfarë është Jezusi, mund ta dinë dhe fjalën përmendesh, por nuk janë besimtarë. Duhet ta kuptojnë këtë gjë. Dhe për këtë do flasim, sepse besimi i vërtet reflekton në jetën e njeriu, nuk reflekton në dijen e njeriu. Dhe shpesh thash ta besimtarë që vinë në familje të tilla dhe kanë gjithë jetën në kish. Këta fokusojnë shumë tek dituria, tek dija, që unë e di këtë fe, e di Biblën, e di që Krishti është ai që do gjykojë të gjallë dhe të vdekur, pa i din përmendesh këto gjëra. Por puna është jeta e tyre nuk tregon atë që ata din. Pra janë të mirë në teori, por nuk janë të mirë në praktik. Por çështja është që çfarë mëson fjala e Zotit, sepse edhe ata që e vranë Krishtin, fetar ishin dhe ata i dinin shumë mirë shkrimet. Por Jezusi thotë, ju hetoni shkrimet ditë e natë që të keni jetën e përjetshme, por ato shkrime i thotë flasin për mua, Mesian që do vinte, vetë Perëndin në Krishtin për shpëtimin e njerëzve. Dhe ata nuk e kuptonin këtë gjë, nuk e shihnin këtë gjë, sepse nuk ishin dritë në veten e tyre. Pra ishin të errët dhe shkrimi quan hipokrit, lakmitar parash, e më thetë tash. Pra ka një ndarje shumë të thellë midis besimit të vërtet, që është besimtari i rilindur, flasëm në dhjatën e re, pra beslidhja e re në trupin dhe gjakun e Krishtit, ka një dallim shumë të madh midis këtij besimtarit të rilindur dhe fetarit që mund të ketë gjithë jetën në kish, por nuk ka marrëdhënie me Krishtin. Nuk jeton në frymën e shenjtë. Jeton në mish, në trup. Dhe shpesh fatkeqësisht dhe këtë e them me shumë keqardhje, dhe në fakt është dhe dhimbja ime më e madhe si besimtar. Kur shoh të tillë besimtarësh që jetojnë ndonjëherë jo vetëm si jo besimtarë, po jetojnë dhe më keq se jo besimtarë. Pra duhet ta themi këtë gjë. Pra di njerëz që vjen në kishë dhe merren me magjira, merren me falle për shkak. E dini këtë gjë? Është e tmerrshme. Pra si mundet ti që adhuron Krishtin, që vdiq për mëkatet e njerëzve? Që mund të thuash, ok, dua Marian, i dua shenjtorët, pra vete dua të jemi pastër, andaj merresh me magji për të vrarë tjetrin nëpërmjet magjisë, për të shkatruar jetën e një personi tjetër. Pra jap to si shembull për të kuptuar që atë që vetë Jezusi i shprehte këtyre farisejve fetar, dhe hipokritë që pasaj e vranë. Dhe i thoshte, mirë ka profetizuar profeti Isaia për ju.
ky popull më adhuron me buzë, por zemra e tyre është larg meje. Dhe kur zemra është larg Zotit, jeta është larg Zotit. Ai mund verë në kish, ku diu, mund t'i thotë vetes besimtar 24 orë në ditë, por nëse ai jeton jo sipas vullnetit të Zotit, që është vetëm në fjalën e Zotit, aty e kuptojmë vullnetin e Zotit. Atëherë Bibla thotë që ai nuk është besimtar, sepse nuk është i rindur, është thjesht fetar, si farisenë që vranë Krishtin. Pra duhet ta kuptojmë këtë gjë. Dhe këtu nuk e kam fare me vajzën, unë aq pak sa munda të dalloj, ma dha Zoti atë shenjë dhe më tha të largohem, domethënë. Sepse kështu thotë dhe Zoti di shepoj vetë. Lërini ata sepse janë të verbër. Lërini thotë. Por ama nuk mund të rria pa ndarë këtë këshill për gjithë ata që dëgjojnë, që të kenë kujdes nga tharmi i farisejve dhe saducejve, që është hipokrizia, siç thotë Jezu Krishti. Pra duhet pasur shumë kujdes, se jo çdo kush që shkon në kish dhe i thot Jezusit Zot është besimtar, duhet parë jeta e tyre. Jezusi thot gjithashtu kujdes nga mësuesit e rrem, nga frytet e tyre do i njihni. Kështu që nëse frytet janë krenari, dhe fali për shprehjen, por kështu thot Bibla, krenari dhe kurvëri, atëherë nuk kemi të bëjmë me një besimtar, sepse shkrimi flet shumë qartë në lidhje me këto dy mëkate që janë shumë serioze. Dhe le të shikojmë për krenarin, po marrim vetëm vargun e apostullit Jakob, kapitulli 4, vargu 6. Thot, Perëndia i kundërvihet krenarve dhe u jep hir të përulurve. Që do thot, nëse ti e mban veten si më të lartë se të tjerët, Jezusi po thot, nëse ti mendon se je më i lartë se të tjerët, ti duhet të jesh kryeshërbëtori të tjerëve. Ta duhet të jesh skllav i tjerëve nëse ty Zoti të ka dhënë aftësi që ti e mban veten më të madh se të tjerët. Pra ky është standardi i krishterët. Je më i madhi, atëherë duhet të jesh më i madhi në shërbimin ndaj tjerëve, jo në shërbimin ndaj vetes. Sepse janë farisejt, pra hipokritët që vranë Krishtin, ata që donin të dukeshin para njerëzve, që bënin rituale fetare, bënin lutje të gjata të përsëritura, zinin vendet e para në përbankete, siç thot Jezusi, duan të jenë qendër e vëmendjes, me tituj e stërtituj. Pra mos harrojmë, këta fetar e vranë Krishtin. Madje Pilati, konsulli romak, që dha verdiktin, pra vendimin e kryqëzimit, nuk donte ta vriste, kishte frikë. Edhe gruaja e tij kishte parë një vëgim, një ëndër, i tha kujdes, ai njeriu është i drejtë, mos e vri. Dhe ai nuk donte, tha, unë nuk vjen ndonjë fajte këtu, po prap fetarët i thonin vrije, sepse ai po bën blasfemi, po thotë jam Krishti, biri i Perëndis. Ndërkohë që ata e prisnin dhe ende sekte izraelite, pra judaike, të së njëjtës fe, presin Mesian që të vi, edhe sot e kësaj dite. Pra nuk janë penduar, janë komplet të errët shpirtërisht nga çdo dritë e Perëndis. Dhe në fakt, Mesia që ata presin është Antikrishti që do vi, i profetizuar, po të cilin Zoti do e shkatrojë, do ta shojë në ferr, por na thuhet bashkë me ata që kanë shërbyer atij. Prandaj duhet pasur shumë kujdes të dashur vëllezër dhe motra në Krishtin, por edhe ju jo besimtar që mund të shihni të tillë njerëz dhe kujtoni se kështu është krishtërimi, nuk është ky krishtërimi vërtet. Këta janë shërbyes të skeqes. Zoti thot, ati juaj nuk është ati im, ati juaj është djalli, thot këtyre njerëzve. Por nuk janë të krishterë ta njerëz. Mos ju gënjej fetarizmi. I krishteri është ai që jeton si i krishter, jo që flet si i krishter. Dhe them, nëse tek një që i thot vetë si krishter, ka shenja krenarie, pra unë dhe bën gjithçka për veten e vet, e fillon arrin deri në manipulime, si t'japi rëndësi vetes. Krenaria është mëkati kryesor i çdo mëkati, pjella e çdo mëkati është krenaria. Ëngjëlli i rënë Luciferi, ëngjëlli i dritës, ra na krenaria dhe u bë Satan. Dhe Satan do thot kundërshtar. Pra është kundërshtar jo vetëm i Perëndis, por është kundërshtar i gjithë krijimit të Perëndis, është kundërshtar i njeriut. Dhe është gënjeshtar dhe njeri vrasës që na fillimi thotë shkrim. Pra duhet pasur shumë kujdes nga krenaria. Jo vetëm ndaj krenarëve, pra besimtarëve të rrem, po edhe ne vetë si krishterë. Krenaria është satanike, duhet ta përmend këtë gjë. Është mëkat shumë serioz. Dhe nëse bie në krenari, atëre dije si thot shkrimi që Zoti do të kundërvihet. Po pse i kundërvihet Zoti krenarëve? Thot shkrimi pasaj, që të përulesh. Pse? Sepse Perëndia
i jep hir, pra dashuri dhe mëshirë të pamerituar, vetëm të përulur të shkrimi. Pse sepse i përulur është Krishti deri në vdekje, ju përul vullnetit të Atit qellor, deri në vdekjen e kryqit, për shpëtimin e shpirtrave tanë. Po mos ishte i përulur Krishti, flasim kështu tani, me njërin e botës. Nuk do kishte edhe shpëtim për mëkatarët, për ne mëkatarët. Pra dera e shpëtimit është dera e përulësisë, edhe dera jonë e shpëtimit është dera e përulësisë, sepse vetëm kur përulet njeriu, atëherë mund të pendohet dhe të thotë Zot, unë pa ty jam i denj për asgjë. Vetëm shkojnë në shkatrim, në ferr. Këtë mund të prodhojë njeriu në fundin e gjithë jetës së tij. Por nëse njeriu përulet, shkrimi na thotë që Perëndia jep hir, po duhet përulet. Kurse nëse i krenohet, zemra e tij ngurtësohet, është e mbyllur ndaj frymës së shenjtë. Dhe si krenar, gjithmonë do jetë kundra Perëndis, antikrisht. Ky është antikrishti, fryma e antikrishtit. Dhe Zoti do t'i kundërvjet, her pas here do e ndëshkoj gjatë gjithë jetës së tij apo të saj. Pse e bën këtë ndëshkim Zoti, që ai të përulet ose ajo të përulet, që të marrë hir? Atëherë nëse nuk përulet, i ka bërë vetë llogarit pasaj, sepse dalim prapë tek plani i gjykimit. Nuk të gjykon Perëndia, njerëzit vetë zgjedhin ferrin me veprat e tyre, zgjedhin vetë errësirën. Pra drita erdhi në botë, po njerëzit nuk shkuan te drita, deshën më shumë errësirën, sepse veprat e tyre ishin të mbrapshta. Dhe po shkrimi shet na thotë që mos çmoni veten më shumë se ç'duhet, por çmojeni me maturi, gjithsesi. Por ama një varg tjetër që është shumë i rrezikshëm, është i krenaria, është edhe shkatrimi i njeriu. Pra ne jepet e fjalët e urta 16-18 që krenaria i paraprin shkatrimit dhe një frym kryelarte i paraprin rënjes. Pra shenjat e para të shkatrimit njerëzor, dhe kur themi shkatrimi njerëzor, është shkatrimi i shpirtit, sepse njeriu është shpirt që jeton në një trup, në një enë. Pra mund të nisim fillim me çështje mendore, pastaj emocionale, pastaj fizike, por shkatrimi i fundit, shkalla e fundit është shpirti. Dhe këtu thotë që krenaria ose fryma krenare i paraprin, pra është sinjali i shkatrimit dhe rënjes. Pra bie komplet larg pranisë Perëndis. Prandaj shumë kujdes nga krenaria. Nëse na bie ky sinjal dhe shohim krenarin te vetja, kujdes. Nëse shohim te tjetri, kujdes. Krenaria është, si të thuash, do themi bërthama e çdo mëkati. Ne këtu buron dhe lakmia pasaj, pra lakmia syve, lakmia mishit, krenaria e jetës, i gjitha këto që thamë. Për sa i përket mëkatit tjetër, mëkati i papastërtisë, që në Bibël njihet edhe si kurvëria, së pari do kuptojmë që kurvëria nuk është vetëm fizike, është vetë shpirtërore, por ndoshta ndar Zotit për të do flasim në video të tjera. Por ama shkrimi i shenjtë na flet qartazi dhe dy vargje që mund të marrim sot është 1 Korintasve 6:18-19, ku apostulli, më saktë fryma e shenjtë përmes apostullit thotë që largohuni nga kurvëria, domethënë. Dhe largimi këtu në fjalën greke të dialektit koine është pikërisht jo vetëm largim ti ikësh kështu larg, po t'ia fusësh vrapit, si thua. Pra t'ia fusësh vrapit, sepse trupi juaj është tempulli i frymës së shenjtë. Dhe kur kuptohet këtu flitet për besimtarët në Kishë që të ruheshin pikërisht nga ky mëkat kaq serioz dhe kaq shkatrues, por ama edhe për ju besimtarët, trupi i çdo njeriu është planifikuar nga Zoti që të jetë tempulli i frymës së tij, pra i frymës së shenjtë. Pra ky është vullneti i Perëndis. Kështu që çfarë bëjmë me trupin ton, atë edhe do marrim si këndim. Pra ky është, si thua, ligji i Perëndis. Çfarë do mbjellim do korrim. Kështu që nëse çojmë trupin në këtë mëkat, është mëkat shumë serioz dhe apostulli në një tjetër letër shkruan gjithashtu po për të njëjtin mëkat, dhe thotë nuk ka çdo mëkat tjetër është jashtë trupit, thotë. Por kurvëria është mëkat brenda trupit tënd, pra ti kurvëron me gjithë plotësinë tënde, pra me trupin që ka dhënë Zoti, pra kryen këtë mëkat dhe injekton në brendësinë tjetër, në brendësinë tënde, domethënë. Është shumë i rrezikshëm ky mëkat.
Dhe gjithashtu te Hebrejve 13:4 na thotë që martesa, që është plani i Zotit në fakt, pra marrëdhënia intime, pra marrëdhënia seksuale, bashkimi, sipas krijimit, gjithë ligjit të krijimit dhe vullnetit të Zotit është vetëm në martesë. Pra çdo marrëdhënie paramartesore është kurvëri, kurse marrëdhënia pasmartesore, pra me një partner tjetër, ajo është shkelje e kurorës. Pra kurora gjithashtu është një simbolik që flet pikërisht për këto që po flasim, për ligjet e krijimit. Pra martesa le të nderohet në të gjithë dhe shtrati martesor mos të përlyhet, thotë fjala e Zotit, sepse Perëndia do të gjykojë kurvarët dhe shkelësit e martesës. Pra më thotë letra e Hebrejve 13:4, që do thotë, nëse dikush nuk nderon martesën, që do thotë kryen marrëdhënie intime paramartesore, ose dikush tjetër që tashmë është i martuar, por shkel beslidhjen e martesës, pra kurora është beslidhje, që do thotë nuk ke beslidhje vetëm me gruan apo burrin, ke beslidhje edhe me Perëndin. Pra martesa është gjithmonë një trekëndësh. Janë dy njerëzit dhe Zoti, edhe kur nuk janë besimtarë. Beslidhja në martesë është midis tjetrit dhe Zotit, është ligji. Duaj Zotin, duaj tjetrin si veten. Kjo është simbolika e martesës, prandaj quhet edhe që vën kurorë. Pra në të dyja rastet na thuhet që nëse përlyhet shtrati martesor, si para dhe pas martese, atëherë Perëndia thotë do t'i gjykojë këta persona. Pra është i pashmangshëm gjyqi, është i pashmangshëm dëshkimi. Por ka vetëm një shpresë, pendesa. Pendesa dhe mos ta përsërisësh më atë mëkat, sepse kemi rastin e Krishtit kur ta farisejnë fetari sollën një grua të kapur në flagrancë, pra, duke shkelur kurorën, ha? Jo marrëdhënie paramartesore, por pasmartesore. Pra një grua që po tradhtonte burrin me dikë tjetër. Dhe ata e morën, e sollën para Jezusit, në mënyrë që pra e sollën me dredhi që ta kapnin mat Jezusin me fjalë për ta vrarë. Se ky ishte qëllimi i fetarëve thanë, të kohës. Dhe i thanë, çfarë të bëjmë me këtë grua që kemi kapur në tradhti të tillë? Sepse ligji i Mojsiut, pra dhe vjetë na thotë që këta duhet vriten me gur. Dhe Jezusi i tha, pra dhjata e re, flasim tani beslidhja e re në Krishtin. Pra ligji na erdhi përmes Mojsiut, thuhet, thirrjet e vërteta në Jezu Krishtin. Plotësimi i ligjit. I thot, kush nga ju është pa mëkat, le ta hedhë gurin e pari. Dhe askush ata nuk hodhi gurin se ishin gjithë mëkatarë dhe ikën. Dhe Jezusi i thot gruas mëkatares, të dënoj dikush, ajo tha askush, Zot. Atëherë Jezusi tha, asun nuk të dënoj. Pra e fali Zoti, Zoti gjithmonë do t'i fali njerëzit. Por kujdes se nuk mbaron me kaq, i thot, asun nuk të dënoj, por pastaj thot, shko dhe mos mëkato më. Ky është vullneti i Zotit. Kështu që për çdo njeri, si ata që i thon vetes besimtar, dhe si ata që nuk janë besimtar, por vijojnë kryen këto mëkate, pra krenarin, kurvërimin, ta dinë që do gjykohen, sepse kështu thot ligji i Zotit, nuk e them unë. Pra hapini Biblat, shifini, këtë thot fjala e shenjtë. Është fjala e jetës. Dhe Zoti shkruan këto jo për të na shprehur urrëtitje ndaj mëkatit. Zoti po jep këto që na ndihmojë që të kthehemi tek ai. Dhe kush është kthimi? Kthimi është ai nëse pendohesh dhe kthehesh në rrugën e mëkatit, për të ecur në rrugën e Zotit, ai thotë unë nuk të dënoj, por shko dhe mos mëkato më, pra ec në një jetë të re. Dhe nëse merr të vendim, e kam thënë në video të tjera dhe unë jam në ata besimtarë që besoj, kur njeriu merr vendimin me gjithë zemër, ta doj Zotin me gjithë zemër dhe tjetrin si veten, të ecin në këtë jetë të re, Zoti do e rilindi. Zoti do e rilindi dhe do i tregojë rrugën. Është premtimi i tij dhe Zoti është i mirë dhe nuk gabon. Pra që ta mbyllim me argumentin kryesor të kësaj përgjigje është që ta quash veten i krishter, sikurse tham, nga origjina jote, familja, tradita, feja, qyteti, ku diun. Kjo nuk të shpëton në përjetësi. Pra feja nuk e shpëton njeriu. Besimi vërtet nuk është trashëgimi. Besimi vërtet, sipas Biblës, jo sipas njerëzve, besimi vërtet është marrëdhënie
personale me Krishtin. Pra është marrëdhënie personale me personin e Krishtit. Në frymën e shenjtë dhe në të vërtetë, në fjalën e shenjtë që është Bibla. Nëse nuk ecën në frymë dhe nuk ecën sipas fjalës së Zotit, nuk ke marrëdhënie me Krishtin. Pra kush është mos ecësh në frymë dhe në të vërtetë? Pra ecën në mëkat, sikurse përmendëm në krenari, në kurvëri, nuk po ecën në frymë, po ecën në mish, sipas Biblës. Dhe mishi vetëm mëkat do prodhoj dhe shkatrim. Kurse e vërteta është fjala e Zotit. Pra në frymë dhe në të vërtetë, siç ka dy krah, shpendi pra shqiponja, dy krah duhet të ketë dhe besimtari i rilindur. Duhet të ecë në frymë dhe në të vërtetë, që mos plotësoj dëshirat e mishit. Mos jetë skllav i mëkatit, siç thot Krishti. Po të jetë bir dhe bi e Perëndisë. Dhe sikurse tham, këto dy mëkate që përmendëm janë mëkate shumë serioze që ndajnë njeriu nga Perëndia. Dhe mos harrojmë atë që apostulli Jakob na thot te kapitulli 2 vargu 26, që besimi pa vepra, pra veprat e hirit, është i vdekur. Që thot njeriu mund t'i thot vetes besimtar, por nëse ai jeton si një jo besimtar ose më keq se një besimtar, atëherë besimi i tij është thjesht i vdekur sipas Biblës. Nuk është besimi shkëtues. Besimi shkëtues është pendesa dhe të marrësh vendimin një herë mirë, të shkosh para Zotit, të marrësh faljen e tij, të përgjërohesh dhe mos mëkatosh më.